Policia në Durrës ka nisur zbatimin e detyrave të parashikuara në planin e masave për garantimin e sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror 2025. Strukturat e sigurisë publike në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, në bashkëpunim me ato të Komisariatit të Policisë në Kavaj, gjatë ditëve të fundit sipas hartëzimit të zonave me ndotje akustike, kanë organizuar grupe kontrolli në terren. Në kuadër të këtyre kontrolleve janë testuar në matës të zhurmës disa ambiente dhe subjekte të hapura dhe të mbyllura në zona turistike në Durrës dhe Golem, për verifikimin e respektimit të nivelit të lejuar të zhurmës të përcaktimin e ligjit për administrimin e zhurmës në mjedis i ndryshuar. Matjet e realizuara sipas kushteve të përcaktuara në procedurën standarde për këtë qëllim kanë rezultuar brenda kufijve të lejuar. Krahas matjes së nivelit të zhurmës, strukturat përgjegjëse kanë ushtruar kontrolle dhe për respektimin e orarit të lejuar për muzikë në ambiente të hapura në zona apo qendra të banuara, i cili është nga ora 11 deri në orën 24. Policia e Durrësit bën të ditur se mbetet e angazhuar dhe vendosur për të garantuar një mjedis të qetë dhe të sigurt për banorët dhe vizitorët.